Me thirrjen kryesore drejtësi për Faton Lurin, shumë qytetar marshuan në formë proteste nga Çajiri deri te gjykata penale në Shkup. Ata janë të revoltuar pasi e konsiderojnë të padrejtë dënimin me 11 vjet burg ndaj Lurit, i cili me motocikletë përplasi për vdekje 68 vjeçarin Jugoslav Nikolovski. Baba i Fatonit u shprehu publikisht ngushëllime familjarëve të ndjerit, me të cilët tha se janë përpjekur të kontaktojnë, por ata nuk i kanë pranuar. Dënimin ndaj djalit të tij e konsideron të padrejtë, sepse ngjarja ka qenë aksident dhe jo e qëllimshme, andaj u bëri thirrje organeve të drejtësisë që të mos gjykojnë me mbledh ose me ndikime. Fatoni ka dënuar sikur ne kanë vrasës. Fatoni nuk ka vrasës. Fatoni ka qëllu rastësisht vend gabum, moment gabum, edhe me u dënue me atë dënim. Kjo është një pabesi, se kjo zbesoj që ka ndodhë deri tash në vendin tonë, pas në botë nuk ndodhën kësaj dënime që atë shtranga. Me denu ajo shka e meriton, na nuk thojmë me hek dënimin, po kërkojna që t'ja bëhet dënimi atë shka e meriton. Në mëllonë na do të vazhdojna me protesta, deri sa mirët parasysh ki rasti Fatonit. Do mëllonë në Fatonin e kanë dënue familjarët e të njerit, nuk e ka dënue shteti ose gjykata, e kanë dënue qish kanë desh familjarët. Mes pankartave që protestuesit mbanin në duar, lexohej edhe pyetja ku është drejtësia për Almirin dhe rastet e tjera. Kemi një pyetje deri te shteti, deri ku do të vazhdoj kjo padrejtësi. Do të thonë shqiptarët dënohen në gjendje mizore, ndërsa pala maqedonse me videokamera, me fakte, me vrasje, me paramendim, do me thonë falen. Deri kur do t'jetë kjo padrejtësi ndaj shqiptarëve këtu? Ditën e aksidentit, më 1 korrik 2025, 25 vjeçari Faton Luri, duke drejtuar një motor Kawasaki pa patent shoferi dhe pa helmet, në shtegun përkombësor në bregun e Vardarit, përplasi 68 vjeçari Nikolovski dhe sipas hetimit, pas aksidentit ai ishte në arrati për 2 ditë. Por këtë e mohon bashkëpunëtari i tij, Hamza Ibrahimi, i cili thotë se Fatoni ka qëndruar në ngjarje dhe është përpjekur ta ndihmojë të moshuarin. Ne s'kena po me dëshirë me bë aksident. Po na ndodhi, normal na kanë 25-30 në orë. Dhe Fatoni masi u zdrum i dha ndihmë të njerit. Ndihmë, mase erdhi policia. Fatoni i tha policisë që ta thirrë ambulancën e shpejt, sa më shpejt. E kemi dorë la Fatoni njerin, të dha ndihmën. Policia i tha Fatonit shloje. Edhe shloje janë nisë mase popullata aty që ishin përreth, u mblodhën. Dhe nëse me vikat, Fatoni mas një momenti u largu prej atij. U parlemrua që protesta do të vazhdojnë deri në rigjykimin e rastit.